Pra ju e shihni tash edhe kohët e fundit dje për shkak të instrumentalizimit se secilit institucion kërkohet edhe të mbyllën debate televizive për shkak që lëvizjeve të vendosje humb thellë në debate publike, politike, për arsye se 6 vite ne nuk njohim asnjë program. Këtë çka ka arrit kjo qeveri me bë, e që do të mahet me në historinë tonë, është se ka arrit me polarizu dhe armiqsu shumë shoqërinë tonë. Pra ka nda vllaun me nënën, ka nda djalin me prindin, ka nda motrën në Bruxelles e vllaun në Prishtinë, ka nda motrën në Gjermani e vllaun në Prishtinë. Pra për këtë do të mahet men. Edhe kjo politikë është e rrezikshme. Populli nuk mundet me dëru këtë politikë kaq polarizuese. Mirë po them, ne nuk do të kemi vijat kuqe aty ku aleancat do të vlerëson edhe në farë mënyrë edhe opozita se lëvizjeve të vendosje do të ketë disa siguresa për cilat nuk do të krijon kaq fuqi të madhe për cilën ne tash jemi duke pasur apo kish përdor. Kish përdor zonjën Osmani si partnerët e saj, ka kish përdor më herët LDK-n si partnerët e saj, ka kish përdor aleancën në opozitë si partnerët e saj. Pra ne kryeministri i cili besimin e kthen në mosbesim. Ju përmendët pak atë çfarë po ndodh në Kosovë për Debat Plus. Më herët ka qenë Klan Kosova, e cila u targetua për të mbyllur, por prap, megjithëto që thoni qytetarët e Kosovës vazhdojnë ta votojnë vetëvendosjen. Po në fakt një qeveri e cila ka këtë mekanizmat në dorë, edhe propaganda në televizionin publik, edhe buxhetin, edhe ambasadat, me nepotizëm ka mbush, e ka stërmbush se cilin institucion. Është në këtë terren të politik është e pamundur me depërtu me të vërtetën të secili qytetar. Po ajo çka Kosovës i novitet është integriteti politik, është e kundër asaj. Nëse në demokracitë dhe në historitë politike njerëzit nuk janë marrë tërmend sa vota kanë fitu. Njerëzit janë marrë tërmend për projekte që kanë bërë, çfarë kanë bërë për popullin e vet. Pra ne respektojmë vullnetin e qytetarëve dhe i cilin në fakt në këto zgjedhje ishte ndeshkues për lëvizjen vetëvendosje, fakt ishte ndeshkues për secilin subjekt politik. Unë po du me kursye edhe aleancën e cila në fakt ka rezultat pozitiv. Mirë po për demokracinë në Kosovë, qytetari ndeshkoj politikën. Pra kemi mbi 200.000 qytetarë të cilët kanë abstenu të marrin pjesë në zgjedhje, kemi mbi 120.000 qytetarë të cilët e kanë ndeshku lëvizjen vetëvendosje, edhe llogarit në një situatë ku lëvizja vetëvendosje shpërndan mjete financiare për kategori, shpërndan buxhet për bizneset e tyne, kesh përdor se cilin institucion, thash, përdor vendos emëron zavendës ministra një qeveri e cila shkel se cilin nën të ligjit në kohë fushate. E kuptoj. Nesër është një ditë e rëndësishme për Kosovën, tashmë ka hyrë, po them, në histori si dita e çlirimit të Kosovës, ditën kur në 1999 forcat e NATO-s hynë në Kosovë. Kosova vjen në këtë moment me një frymë anti-amerikane që është ngjizur në Kosovë dhe me një gjë që në pamje të parë duket shumë e çuditshme. Shtetet e Bashkuara i lutën Kosovës që të heqë varësinë nga importi i energjisë apo nga energjia nga vendet e rajonit, nga Serbia, duke tentuar të heqë edhe varësinë nga Rusia për atë që është gazi i lëngshëm. Kosova është nga të vetmet vende në rajon që e refuzon, ndërkohë që po dje në Fox News Aleksandar Vučić fliste me superlativa për Donald Trump, për Shtetet e Bashkuara, pra sikur keni ndruar pak vendet.